Me provon ti valla, veç kur t'nina. Qa se jeti? Okej, pyetja radhës. A ndihesh se s'jam tu t'i bo hiç përzjedhje, po t'i lexoj se ashtu kështu na vjen mi lexu krejt. Okej. A ndihesh ndonjëherë sikur po jeton një jetë sipas dëshirës së të tjerëve? Jo, nuk e mendoj. Unë nuk janë dëgjoj muhabetet ose gjana që më thojnë bëne se është për ty që kjo mirë ose keq. Unë ma shumë kam qef me vepru me mend teme se çka thot mendja jeme. Edhe të shkon ashtu, as në Big Brother s'kisha mujt me hi se krejt më kanë thonë jo mos e se për ty nuk është. Amore ku mgu veten edhe e kam i mrena. E vërtet, je unike. Cila humbje të ka ndryshuar mënyrën se si e sheh jetën? Ndoshta personat shumë të afër. Edhe besoj që ajo të bën me ndryshu pak do gjana në jetë. Patyshim që po. Cila është gjëja më qesharake që ke besuar kur je kanë fëmijë? Okej, në vit i ri, edhe çdo herë na theshin kam marrë babadimri flani herët. Që kjo u kanë. Ama më ngjas kur jena qu, babi çdo herë ka pas në dhuratë që na kalon çatë te kryt. Sa e mirë. Edhe në gjithë kam menu që është babadimri, po kur jam mrit, babi na ka treku jo, thoni kom po. Ne na thoshin flani se ju bjen babadimri dhurata, kur u qeshim as dhurata, as babadimri as kur heq. Veç na ka ik vit i ri. Hajde, kena flejt në 8. Nejse. Cila është gjëja më qesharake, pas në mi lexu, më falni, çfarë këshille do t'jepje vetës para 10 vjetë? E qëta më